Zoti këtë botë në vëtëm. Kjo të friksanë, Allah. Që kështë po të thirë madhru, Zoti këtë botë në vëtëm. Por që kjo mas me kalu në panikë e ndridhjet e Rahman e Rahim. E zbut me Rahman e Rahim. Apo? Pasaj ka në Malik i Yawmiddin, ti kemi në gjuhut ditë gjukimit, apo në është e frikshme, apo me qka? Ka zbutja, iyyake na'budu. Na ty të adorojmë, ne mundu me ka rëmptu, na një ma zot. E nëse ty po të lutëm, ty po të adorojmë, ndihmën tonë po e kërkojmë, çka më kon gjykimit ditë gjykimit? Ai shikoj gjithçka është në favor të besimtarit. Gjithçka është inkurajim i mirë për ta. Edhe këtu Allah po i thot: "Wa anna ila rabbika al-muntaha." Dynja e kalon. Këtu kanë mundësi ty po të gjykojnë që je i keq, që je gënjeshtare, je i rrezikshëm, po të gjykojnë. Po ky s'është funi. Ky s'është funi. Funi realisht është ku? Tek Allahu xhallahu ala. Kur Allahu gjykon ditë gjykimit, kush është i mirë, kush është i keq, çfarë është funi? E ai Zot që të ka dërgu te këta njerëz, krejt ta i kanë përfunduar. Pra e të ndërëzër, në gjykatës suprem, ditë gjykimit, dhe që varet në bazë të këti gjykimi, fundi jonë, përjetësia jonë, shpëtimi jonë, humbja jonë, është ai Zot që jena mundu me i bëj ibadet në dunjë, Allah. Andaj, ka pjesën e inkurajimit edhe, vazhdo se Allahu është ai që mbron ato. Pastaj Allahu thash sjell argumente për me tregu se pse duhet me usill me këtë bindje se gjithçka tek Allahu përfundon. Po, na e kuptuam si besimtar. Mirë po, tash ka argumente tjera. Allahu thot: "O annahu huwa adhaka wa abka." Njerëzit në këtë dunja kërkojnë lumturinë për me kesh. A kërkojnë për me kesh? Largohen nga dhe ikin nga çdo burim i vuajtës së mirimit që mos me kajt. Apo mos me kajt. Don veç janë dy lloje njerëz në dunja që vajtimin për humbjen e kanë ibadet. Apo do shkojnë kajnë të një zid e do kajnë të një varë. Apo me qëta dy poljen. Na muslimant nëse qajmë nga madhnimi Allah të zhjel. Po e pëse ne kam vrati kënë. E ata 1500 dhe shtu kajtë rrima pëtër. Shkej badet. Ande njeri normal ik nga vaji, ik nga qajtme, nga se kjo është tërguës i mërzis, i piklimit, i mjerimit, dhe njeri normal vrapon ka kush? Ka disponimi. E disponimi manifestot me qka? Me qeshje. O qështu? E Allah po të me thonë, ju që kërkoni sukses në dunja, që fundi ati suksesi të juaj, është të qeshni ma shumë, e mos dvuani ma tepër, dine se edhe me kajt, edhe me kesh, ndorë të Allah të është. O anë hua adhaka wa abka. Apo, edhe atër kur ti, krejt se bebet i bën me kesh, a i të bën me kajt. A është e mundshme? Pa, mundshme shumë. Edhe atër ku krejt se bebet i bën me kajt, a i të bën me kesh. A është e mundshme? E mundshme është. Prandaj, edhe qeshja, edhe vaj, ndorë të Allahutën, janë krijesat Allahut Azogjel. Prandaj edhe të ndërruar vëllezër, edhe përfundimi final i njerëzve është qeshje ose vajtim. Banorët e xhenetit kanë me i të qeshur në xhenet. Pse Allah i ka bërë me qesh, banorët e xhenemit kanë me lët gjakun xhenem. Kush i ka bërë me qajt? Dënimi i Allahut Azogjel. Prandaj këtë ka kërkon, edhe këtë pjesë që po e kërkon, të qeshjes e disponimit në dorë të Allahut është. Ai vendos për këtë çështje. Jo ti me suksesin ton dhe jo ti me përpjekjen tonë. Dhe ti që don me ik nga vaja. Pastaj të ndërgozët. Allah është i vetmi që ka mundësi që, apo ka mundësi i vetmi që mi jep kuptim të këndshëm, shije të ëmbël edhe të qajturit. Besimtari kur falet vetë, lexon fjalën e Allahut Azogjel, para në madhësinë e Allahut, bukurinë e begative tij dhe qanë zemra ti, e cila e nxit këtë lot me rrjedh në faqe ti,
A është zemër e mbushur pikëllim, dëshpërim, zhgënjim, apo zemër që fluturon nga gëzimi i adhurimit, që pastaj përkthehet edhe lot nga mendimi i Allahut azza wa jalla. Kjo është adhaka wa abka. Është ai që ka dorë edhe me çime kesh, edhe me çime kajt, por është ai vetëm që i jep kuptim kur ki me kesh e kur ki me kajt. Nëse pa Allahun xhallahu ala, edhe kesh pa lidhje dhe kanë pa lidhje ata. Edhe kanë pa vend dhe kesh pa vend. Pa Allahun xhallahu ala. I vetëm është Allahu që të mëson kur është koha me kesh e kur është koha me kajt ata.